damat ekonomike në radhë parë janë të këta, pastaj tek konsumatorë dhe gjithë ne. Sa mund të dëmtojnë fermerët edhe bojësit në përgjithësi sa i përket ndryshimeve të tilla klimatike? Atëherë, temperaturat e ulta kanë fillu ose nën minus shkallë Celsius si konsiderojmë ne kanë filluar sot. Dhe dëmët nuk mund t'i masim në sot. Dhe këto temperaturat të ulta do pasojnë edhe ditëve në vijim. Dhe ndoshta dita më kritike mund të jetë nesër, ashtu sipas prognoza meteorologjike. Dhe dëmët mund të jenë mjaft mëdha nëse temperaturat shkojnë në minus 3 ose 4 shkallë Celsius. Mirë, paraprakisht ne duhet t'i sqarojmë edhe disa çështje, cilët sektor janë më të atakuar në këtë rast. Është sektori i pemtarisë, që në këtë rast bën pjesë edhe kultura aras, ose arrorët, siç i quajti edhe fermeri. Pastaj janë farorët, që bën pjesë molla, dardha dhe ftoj, si dhe bërthamorët, siç i kemi qershia, vishnje, kulla e kështu me radhë. Si dhe sektori tjetër, që në këtë rast kemi të bëjmë me sektorin e perimeve, pavarësisht që ato kultivohen në ambientet mbrojtëra apo serra. Ne kemi aktualisht qindra hektar të mbjellur në mamush me trangull dhe domate, pavarësisht që ato janë mbuluara ose të quhen ambientet mbrojta, prapse temperaturat e ulta qoftë edhe nën 5 shkallë plus Celsius mund të sjellin dëme të konsiderueshme. Atëherë, dosh Zoti që të them ashtu ndryshojnë këto prognozat që nesër mos i kemi prognozat e parashikuara siç veç pritën të jenë deri minus 4 gradë Celsius, dhe që në radhë parë sektori i pemtarisë që mund të jetë më i atakuar sepse është në ambient hapur, mos të ketë dëme të mëdha. Po, këto dëme sa mund të ndikojnë më pas edhe tek tregu, duke ditur që pemë dhe perimet, thuaj se çdo ditë më shumë, janë më të shtrejta. A mund të ndikojë kjo edhe më shumë të themi kështu në rritjen e çmimeve të produkteve të pemëve dhe perimeve? Sigurisht që mund ndikon, sepse duke pas parasysh edhe aspektin pomologjik ne dim në sektorin e pemtarisë, për ashtu drezën, në gjitha këto kultura tjera kemi një lulëzim, dhe nëse dëmtojnë lulët, ne nuk kemi fruta për të gjitha kulturat gjesi që e kanë vetëm një lulëzim, dhe natyrisht mund të ketë ndikim direkt ose impakt direkt në tregun e brendshëm, pavarësisht që tregu mund të furnizohet edhe me importe ndryshme për kulturat gjese, megjithatë dëmet ekonomike në radhë parë janë të këta, pastaj tek konsumatorë dhe gjithë ne. Po. Zoti Kryesiu, ju thatë që juve shumë nuk ju ka dëmtuar sa i përket të themi kështu arave që keni mbledhur. Po nga kolegët e juaj, çka konkretisht është dëmtuar më shumë nga tokat që kanë mbledhur? Më shumë të është e dëmtuar dardha, kumblla, kujësia but, bajame, keme pjeshkat janë më dëmtuar, që kanë qelë herët. Edhe të dardhat e hershme që ka janë. Mollat i fatbarësisht ende janë pa hap, për pa varriti kërcelin apo bishtin janë ende për pa hap, për pa zgjat, mundohet që mund pështojnë molla. Shin një pjesë, se jo gjitha, po në një pjesë. Edhe pse ndoshta rrafshi i dugaxhinit mund të jetë pak që temperatura ka qenë ma e nxehtë, ndoshta ka shpërthyer atje pak më herët, po një pjesë e madhe kanë pështu. Te on fjallat te mollat, atë kumbullat e këto tjera zbesoj.